Pogradeci po përjeton një nga sezonet verore më të suksesshme. Sipas të dhënave zyrtare, kërkesa për të vizituar dhe pushuar në qytetin liçenor ka shënuar rritje të ndjeshme. Korriku është një nga muajt i cili ka sjellë bum pushuesish vendas të cilët e pëlqejnë qytetin për klimën dhe shërbimet që ofrohen. Një pushuese e cila po kalon pushimet në Pogradec u shpreh se arsyeja që ka zgjedhur Pogradecin është për shkak të klimës së favorshme që ka, si dhe u shpreh që vendosja e çadrave nga bashkia ishte një zgjidhje shumë e mirë. Ne jemi nga Elbasani, zgjedhim Pogradecin vetëm për klimën. Është klimë e mirë, pastërtia poshtë, kemi qef liçenje dhe kemi vite, bides kemi bërë një investim, kemi bler një shtëpi. Dhe kështu që e kemi të përkontuar, kemi gati 20 vite që bëjmë rregullisht plazhet e Pogradecit. Mirë, në përgjithësi mirë. Pastërtia është, vazhdon të jetë, normalisht që ka nevojë për ca përmirësime se gjithmonë po ka goxha frekuentim. Sidomos ky 15 ditë që duhet tani që fillon i korrikut, ka goxha frekuentim. Dhe bashkia ka bërë goxha mirë, me këto çadrat ndihmon shumë. Si qytetarët e Pogradecit dhe plazhistët që vinë, sepse jo çdo kush ka të ardhurat mjaftueshme që ta përballojë. Një tjetër pushues u shpreh i kënaqur me kushtet, duke theksuar se fluksi i lartë i vizitorëve ka bërë që vendet të jenë të pakta. Ai tha se plazhi është gjithnjë më i mbushur dhe se për të gjetur një vend duhet të mbërrij herët. Si janë kushtet në plazh? Përgjithësi të mira, vinë pastrojnë ato kontoret e plazhit në mëngjes, edhe kujdesen. Deri tani javën e parë nuk ishte shumë njerëz. S'kishte problem, bëja sot është po vinë njerëz shumë dhe nuk gjen vende. Unë vije shpejt. Sa shpejt më bëj njerëz nga vilat që në orën 5 edhe sa që më 5 këtu. Edhe vi më vonë pastaj me shoqë dhe rrim deri në drek. Një pushues i cili prej 20 vitesh zgjedh të kalojë pushimet në këtë zonë, u shpreh i kënaqur me ndryshimet e bëra ndër vite. Ai vlerësoi përmirësimet në plazh, pastërtinë dhe kushtet e krijuara për pushuesit. Kam 20 vjet në Poklim dhe shikoj këtu në qytetin tim Pogradec se ka shumë ndryshime. Në plazh, situata, për sa shikoj unë, është shumë mirë. Nëse themi ndonjë për pastërti, për këto çadrat, për këto të gjithë gjërat. Ujet është i pastër. Duhet më tepër. Sipas Ledian Zeqëllarit, drejtori i turizmit në Bashkinë e Pogradecit, tashmë Pogradeci nuk preferohet vetëm për liçenin dhe klimën, por ka një interes shumë të lartë dhe për destinacionet kulturore dhe natyrore, kryesisht nga turistët e huaj, të cilët kërkojnë informacion pranë zyrës së informacionit turistik. Trendi është mjaft i mirë, duhet të deklaroj këtu disa shifra në lidhje me atraksione turistike siç është Bazilika e Elinit, qyteti i Pogradecit, por edhe atraksione të cilat ndodhen në vende të ndryshme të Bashkisë Pogradec. Bazilika e Elinit lidhur me numrin e vizitorëve, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, ka rreth 3500 turistë deri në këtë kohë të sezonit turistik, duke ditur që jemi pothuajse në mes të sezonit dhe piku më i madh arritet në muajin e korrikut dhe të gushtit. Po ashtu pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe atraksione të tjera janë mjaft të vizituara. Ne kemi ngritur qendrën e informacionit turistik, janë rreth 650 turistë, të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, siç janë amerikanë, francezë, italianë, gjermanë. Po ashtu kemi edhe turistë nga Çekia, Polonia, pasi ata janë të prirur ndaj turizmit të aventurës, por edhe turizmit të natyrës. Ka një interes mjaft të shtuar për sa i përket atraksioneve të ndryshme natyrore, por edhe historike, pasi është rritur shumë turizmi kulturor, por edhe historik, por duhet kemi parasysh këtu edhe rritje mjaft të ndjeshme të turizmit të kulinarisë. Kjo lidhet edhe me turistët të cilët vinë kryesisht nga Italia. Liçeni, klima, temperaturat e favorshme, hapësirat në plazhe dhe mbi të gjitha çmimet e përballueshme kanë bërë që sërish Pogradeci këtë sezon të 2026 të mbetet një nga destinacionet më të preferuara të Juglindjes.